Imagjinoni një kohë kur besimi dhe integriteti udhëhiqnin çdo zgjedhje, madje edhe kundër tundimit të madh të kësaj bote. Kjo është historia frymëzuese e Said ibn al-Musayyib. Saidi ishte një dietar i shuar në Medinë nga brezi fisnik pas shokëve të tij. Vetë kalifi kërkoi ta martonte vajzën e tij me Saidin, duke i ofruar atij një status të madh dhe lidhje me pushtetin. Por Saidi i refuzoi këtë ofertë prestigjioze. Ai e vlerësonte pavarësinë e tij për të thënë të vërtetën dhe për t'i shërbyer Allahut mbi lidhjet politike apo famën botërore. Në vend të kësaj, ai e martoi vajzën e tij me një studente të varfër, por të devotshme, duke i dhënë përparësi devotshmërisë dhe dijes mbi pasurinë dhe statusin, thjesht për hir të Allahut. Kjo na mëson një mësim të fuqishëm moral. Zgjedhja e tij u kujton besimtarëve, të rinjve, familjeve dhe studentëve njësoj se dinjiteti dhe parimet e vërteta janë shumë më të vlefshme se sa pushteti ose fama kalimtare në jetën tonë të përditshme. Reflektoni mbi guximin e Saidit. Si mund ta përparsoni integritetin në jetën tuaj? Ndani këtë histori dhe frymëzoni të tjerët që të qëndrojnë të vendosur në parimet e tyre për hir të Allahut.